prezentoni në kuadër të kësaj gare. Por më lejoni që mbylljen e këtij emisioni, pak përpos falënderimit për qytetarët për në fakt kandidat për kryetar të ushtrisë, ta bëjmë me një thirrje publike. Thirrja ime publike është për kandidatët për kryetar të komunës së Prishtinës, dhe unë po them bollmo me justifikime me të gjithë kandidatët e kam fjalën. Kjo studio ju fton juve direkt që të bëni pjesë e këtij debati, që ka vetëm një arsye të fortë, interesin e qytetarëve. Ftesa është për zotin Përparim Rama, zotin Hajrullah Qeku, zotin Nuran Ismaili, zotin Bek Berisha, zotin Besa Shahini, që t'jenë pjesë këtu e një debati, kohën edhe ditën e caktojmë së bashku. Problem me televizionin e gazetarëve e di që nuk keni, dhe televizioni e gazetarëve bën më së miri e realizon këtë debat, andaj kjo është një thirrje publike në drejtimin tuaj. Në tentativën e parë kishte qenë Përparim Rama, i cili ka refuzuar, teksa Hajrullah Qeku edhe Nuran Ismaili kanë qenë pro një debati të tillë. Tani është koha që Përparim Rama ta ndrejë gabimin dhe të vijë në këtë debat, edhe natyrisht të jemi në funksion të qytetarit të Prishtinës, duke e ditur që Prishtina është kryeqyteti edhe Prishtina është e të gjithëve, Prishtina shkon përtej një komune. Ftesa është e hapur për gjithë, deri në fund ta realizojmë këtë debat së bashku. Eja në debat, eja Përparim, eja Uran, eja Hajrullah, eja Bek, eja Bes, eja gjithë ta bëjmë debatin për Prishtinën në Politiko, besoj në vendin më të duhur, sidomos në këtë moment. Miropafshim.